Ditën e sotme pritet që gazetarja Eni Vasili të zgjidhet drejtore e përgjithshme e Radio-Televizionit Shqiptar RTS në shkelje flagrante të ligjit dhe në konflikt të pastër interesi. Sipas dokumenteve dhe CV-së paraqitur në procesin e kandidimit, Eni Vasili rezulton të jetë aktualisht aksionere dhe administratore e kompanisë reklamave dhe marketingut Open Media and Marketing Consulting, bie në kundërshtim të hapur me nenin 104.1 fraksion B e ligjit numër 97 fraksion 2013 për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë, ku përcaktohet qartë se kandidati për drejtues të RTS nuk mund të jetë në konflikt interesi me kompani private në fushën e medias dhe reklamave. Kalimi i kandidaturës së saj në fazën finale, duke shpërfillur këtë konflikt interesi, përbën vepër penale të shpërdorimit të detyrës nga kryetari i Këshillit Drejtues të RTS-s dhe anëtarët që kanë miratuar këtë kandidaturë. Një tjetër fakt skandaloz lidhet me platformën menaxheriale që Vasili ka prezantuar gjatë kandidimit. Në dokumentet që ajo ka dorëzuar, shihet qartë se qëllimi i saj është kthimi i RTS-s nga një televizion publik në një televizion shtetëror, duke e vënë hapur këtë institucion në varësinë direkte të qeverisë, në kundërshtim me çdo parim të medias publike. Ky zhvillim, nëse nuk ndalet në kohë, do ta thellojë edhe më tej degradimin e RTS-s, duke e kthyer në një zgjatim të propagandës qeveritare dhe duke eliminuar çdo standard të pavarësisë editoriale. Institucionet përkatëse, duke nisur nga kuvendi e deri tek SPAK, duhet të reagojnë urgjentisht për këtë skandal të rënd, duke hetuar dhe parandaluar shkeljen flagrante të ligjit dhe kapjen politike të institucionit publik më të rëndësishëm mediatik në vend.